Qeveria do të paguan pagat për të rinj që do t'i punësojnë sektori privat. Masa e quajtur garanci rinore e paralajmëruar nga kryeministri Zoran Zaev ka për qëllim që të rinj që kanë kryer shkollimin të punësojnë për një kohë të caktuar që të përgatiten për punë praktike. Sektori privat i cili do t'i punësojë do të mund të përdorin potencialin e tyre pa paguar asgjë, me mundësinë që pas një periudhe të caktuar ata të punësohen për më gjatë. Zaev gjithashtu njoftoi edhe për një masë tjetër. Tani kushtet për investim do të jenë të barabarta si për investitorët e huaj, ashtu edhe për ata vendor. Sekoj investitor, vo Republika Makedonie. Juve ju mbetet t'i pranoni të rinj që kanë përfunduar shkollime dhe të ndihmoni të praktikojnë njohuritë e tyre. Parat për paga do e siguroj qeveria. Çdo investitor, pa marrë parasysh a është vendor apo huaj, që do filloj investim nga themelët, do fitoj kushtet e mira që deri më tani kanë fituar investitorët e huaj. Kjo do thotë lirim nga tatimi personal, lirim nga tatimi i fitimit, mbështetje në ndërtim të infrastrukturës, lokacione të lira, por njëkohësisht dhe ndihmën e drejtë për së drejtë shtetërore në mijëra euro për të punësuar. Përveç kësaj, Zaev kërkoi ndihmë nga sektori privat për angazhimin e një pjese të administratës publike, për të cilat qeveria do të paguante pagat. Në fokus të masave të Zaevit dhe të biznismenëve ishte edhe ajo se si të mbahen të rinjt në Maqedoni. Nga lidhja e sindikatave të Maqedonisë theksuan se 3 kërkesat kryesore të tyre janë: eliminimi e ekonomisë gri, gjithsesi eliminimi i kompanive që punojnë pa dokumentacion të rregullt, reforma në shërbimin inspektues, si dhe pjesëmarrja e komunitetit të biznesit në krijimin e politikave ekonomike. Nga të gjitha kompani që deri më tani kanë dorëzuar një numër të madh të masave dhe numër të madh të sfidave me të cilat ballafaqohen në punën e tyre të përditshme, 3 masa përsëritën gjatë gjithë kohës për të gjitha sektorët. E para është konsultimi i sektorit biznesor si pa gjatë sjelljes së ndryshimeve ligjore. Biznismenët kërkuan edhe zgjidhje të problemeve rreth angazhimit sezonal dhe ditor të punëtorëve në bujqësi, si dhe shpërndarje më të mirë të parcelave shtetërore, kur një gjë e tillë është objekt kontesti. Ata gjithashtu kërkuan edhe sistem më të mirë të subvencionit të prodhimeve bujqësore, si dhe sigurimin e tyre.